Çdo vit për ditën botërore të shëndetësisë zgjidhet një temë që nxjerr në pa një fushë prioritare që shqetëson sektorin e shëndetësisë në botë. Në këtë ditë është vendosur që të flitet për ushqimin se sa është i sigurt ushqimi që konsumojmë. Nga ferma në pjatë, ta mbajmë të sigurt ushqimin, është motoja për këtë vit, e cila edhe në Kosovë do të shinohet me shumë aktivitete, tha specialistja mjekësisë familjare Sevdia Çurdina, e cila pati disa rekomandime sa i përket ushqimit. Mirë është vaktet mos mi kalu, po kuptohet mëngjezi është shumë e rëndësi, dreka dhe darka, po darka mos më ngron vonë, kuptohet, edhe në mes tyne zamrat, bazik janë drithnat, mandej kemi edhe mishnat, mandej i kemi pemë të perimet, edhe në fund sheqernat. Do me thonë, maja e piramides, do me thonë, si ma e ngushta, do me thonë, prej sheqernave që përbatë, do me thonë, ato ma pak do të konsumohen mirë. Po me gjithate, sheqernat janë shumë rëndësi për energji. Proteinet janë shumë të rëndësishme për ndërtimin e organizmit, po edhe yndyra është të rëndësishme se merr pjesë në ndërtimin e mbështjellësës qelizore etj. Kështu që nuk duhet mi të i kalu edhe yndyrnat. Edhe aktivitetet sportive janë një element kyç për shëndetin. Është mirë të bëjmë aktivitete fizike, duke pasur parasysh që dita i ka 1440 minuta, nëse na vetes ja dojmë 30 apo deri në 60 minuta kohë në ditë, do të jetë ideale për shëndetin tonë. Muj me thonë, për shembull, shumica trive shkojnë për palestra, në për salla sporteve, bëjnë aktivitete të ndryshme, muj me thonë pleshte në ku. Muj me bë aktivitete të ndryshme të thjeshta, për shembull, loja me nipa, loja me fëmijë, punimi i kopshtit, ngasja bicikletës, noti, vallëzimi, do të gjitha këto janë aktivitete fizike. Pensioneri Enver Lusha viziton shpesh QKMF-n e Gjakovës. Sipas tij, këshillat që merren nga stafi mjekësor kanë dhënë efekte pozitive në shëndetin e tij. Se vazhdimisht na rekomandojnë pini ujë, pini lagje, e tash nuk është të thonë lagje sikur na që i përdorin tash fabrikume. Mirë, po pi ujë, pi edhe ajron, pi edhe qaj, s'ka lidhje, veç lagje, sa ma tepër me pi. Ushqimi i shëndetshëm nuk nënkupton të ushqyerit rigoroz. Në vend të kësaj bëhet fjalë për ushqyeshmëri që na mundson të ndihemi mirë, të kemi më shumë energji dhe të jemi të shëndetshëm. Përkufizimi për një ushqim të shëndetshëm nënkupton si edhe sa të hani, e cila zvoglon rrezikun nga sëmundjet e zemrës, kancerit, sëmundjet së sheqerit, si dhe parandalimi i shfaqjes së depresionit, than stafi mjekësor i QKMF-s në Gjakovë.